Avokati i popullit ka publikuar raportin lidhur me mosrespektimin e procedurave ligjore gjatë procesit të rekrutimit të personelit sipas konkurseve të shpallura nga drejtoritë komunale të arsimit në Republikën e Kosovës. Avokati i popullit ka gjetur shkelje edhe në drejtorinë e arsimit në Ferizaj, ku ka vërejtur se gjatë hartimit të konkurseve në të kaluarën dhe tani janë parashtruar kritere të cilat kanë qenë në kundërshtim me ligjin, duke pamundsuar trajtimin e barabartë. Lidhur me këtë, drejtori i arsimit në Ferizaj, Muhamet Halili, thotë se drejtoria që ai udhëheq nuk ka bërë kurrfarë shkelje të drejtave të njeriut, siç konstaton avokati i popullit. Në këtë rast për komunën e Ferizajt, avokati i popullit është kërkuar që gjithë mësimdhënësve mos t'ju kufizohet aplikimi në 2 shkolla, po të jetë edhe më shumë. Ne absolut nuk e kemi kurzuar askënd se përket aplikimit në konkursin e rregullt, po ne kemi kërkuar nga gjithë ata aplikantë që t'i zgjedhin shkollat të cilat janë më të parafort rreth kualifikimit të cilat kanë të përfunduara ato mësimdhënës. Jo, ne nuk e kemi ndalu për mos me konkurruar. Ne kemi kërkuar nga këta që të konkurrojnë ato drejtime në ato land ku ato mund të janë më të parafort me përgatitjet profesionale. Nuk ka nevojë një gjyqtar të aplikojë për matematikë për vënë lirë. Nuk është në këtë rast në arsim, nuk është shkelje të njeriut. Agim Berisha nga Departamenti për Arsim i Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj tha se vërejtjet e avokatit të popullit janë sipërfaqësore, nga se sipas tij në drejtorinë e arsimit në këtë komunë ka shkelje të panumërta ligjore. Po, edhe ne po sa lexuam vërejtjet e avokatit të popullit, por të them drejtën, ato vërejtje janë krejt sipërfaqësore. Përndryshe nuk ka hyrë në thelb se në drejtorinë e arsimit të Ferizajt ka një mal shkeljesh ligjore. Kur thëmë ka një mal shkeljesh ligjore, këta punojnë pa i zbatuar ligjet dhe nën ligjet, respektivisht udhëzimet administrative të mashtit. E keq janë se edhe kur i kanë shpall konkurset për anonce për punëtorët, respektivisht për mësimdhënësit, aty kemi shkelje drejt për drejt ka bërë komisioni, edhe pse nuk ka qenë ndoshta i kompletuar sipas ligjit që parashihej. Unë po ja vetëm disa shembuj. Kemi kur komisioni ka refuzuar kandidatët që kanë mbaruar fakultetin 4 vjeçar të FSHM-s dhe ka pranuar me shkollë të lartë. Me shkollë të lartë nuk parashihet të punohet në shkollat e mesme. Raporti i avokatit të popullit ka gjetur shkelje edhe tek formimi i komisionit për intervista për konkursin që ishte shpallur më 11 korrik 2016, ku ka vërejtur se ky konkurs ishte shpallur duke u bazuar në ligjin për arsimin para universitar dhe ligjin për arsimin në komunat e Kosovës dhe udhëzimin administrativ për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, ndërsa komisioni për intervista ishte formuar sipas udhëzimit administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në përbërje prej 5 anëtarëve. Avokati i popullit i ka rekomanduar drejtorisë së arsimit në Ferizaj që komisioni për përzgjedhjen e mësimdhënësve të formohet në përputhje me ligjin si dhe të garantojë të drejtën e çdo kandidati për të aplikuar në të gjitha vendet e punës pa kufizime të mëtejme.